Jemi në qytetin e Delvinës, në qytetin e heshtur i cili flet shumë me historinë e tij, me historinë e lavdishme, pasi Delvina ka qenë qendër Sanxhaku, ka qenë një qendër e rëndësishme për Perëndimit Osmane. Këtu kanë qenë belerët më të mëdhenj, kanë qenë xhamiat më madhështore, kanë qenë hanet, hamamet, komplekset islame, të cilat e kanë bërë këtë vend një vend elitar, një vend që joshte çdo udhëtar dhe çdo beler. Do të ndalemi në këtë udhëtim për t'i njohur dhe për t'i prekur nga afër këto histori madhështore, të cilat e bëjnë këtë vend të flejë mbi xhevahire, të cilat kanë nevojë të largojnë pluhurin e tyre për të kthyer shkëlqimin e dikush. Arkitektura islame është pjesa më e rëndësishme edhe më e përhapur e artit islam. Për sa i përket arkitekturës islame, ajo shfaqet tek ndërtesat, pra tek urbanistika, tek objektet e kultit, te urat, te usjellsat, të cilët janë dhe i përkasin stilit dhe trashëgimisë islame. Jemi në xhamin e Rusanit, një xhami e veçantë me gjeometrinë e saj, me vendodhjen e saj, me historinë e saj dhe me mënyrën se si është organizuar kjo xhami. Pranë saj është një çezëm historike, një pemë gjithashtu historike, rapi, është ky punim i jashtëzakonshëm, duket si një punim mjeshtrash të punimit të drurit dhe të gurit, dhe gjithashtu e pasuruar me disa objekte ndihmëse, të cilat kanë patur disa funksione, ku thuhet se njëra prej tyre ka qenë vendqëndrimi i imamit, njëra prej tyre kanë qenë varet e ndërtuesve dhe themeluesve të kësaj xhamie, dhe gjithashtu një tjetër si magazin e ndihmave dhe asaj se çka mblidhej nga vakëfi dhe nga donacionet e besimtarve. Është një xhami e cila jep një ndjesi të jashtëzakonshme me historinë e saj, me gjeometrinë e saj dhe me hijeshin që të ofron. Dhe sa për sa i përket kompleksit të Gjin Aleksit në Rusan, renditet një kompleks shumë i vjetër, i përket viteve 1670, sipas përshkruesit Evlia Çelebi, të cilën e ka vizituar këtë kompleks gjatë kësaj periudhe, ai cilësohet si një kompleks funerar, kishte një shatërvan monumental dhe mendohet të ketë qenë qendër jo vetëm dije, por dhe një qendër pelegrinazhi, i rrethuar nga kopshte dhe me një arkitekturë të veçantë. Karakteristike e këtyre objekteve dhe trashëgimisë ka qenë ndërtimi i tyre dhe i punuar në gur, ka qenë karakteristik për rajonin jugor të këtyre objekteve, të cilët një pjesë të tyre ne shikojmë dhe sot, të cilët janë në gjendje shumë të mirë. Kjo është një xhami me shumë gjeometri, me shumë objekte ndihmëse dhe me shumë histori. Disa prej tyre të vërteta, disa të pavërteta. Cilat janë të vërtetat e xhamisë së Rusanit, të cilat me siguri janë të jashtëzakonshme sepse e tillë është dhe xhamia. Kjo xhami ishte vetëm një xhami që mbijetoi nga barbaria antiteiste e 67-s. Në originalitet, kjo xhami u ndërtua në një lagje që në kohën para osmane quhej lagja Gjin Aleks. Për shkakun se në 3 lagjet që kishte Delvina përpara periudhës osmane, lagja Vllahat, lagja Gjermahall dhe lagja Gjin Aleks. Kjo lagje u bë lagja Gjin Aleks për shkak se këtu vendosi familjen dhe fisin dhe mbështetësit e tij, një nga ata sundimtarët vendas që në fakt ishte vasal i venedikasve, i tokove, të cilët pushtuan Janinën, vravën princin e despotatit e Epirit Jakub Gjimbu e Shpatën dhe zotëruan edhe më Artën dhe pastaj pushtuan dhe Delvinën. Dhe këtu lanë një mëkëmbës që ishte shqiptar që mbante rendin këtu, që quhej Gjin Aleksi. Dhe me që këtu ishte fisi i tij, familja e tij, u quaj lagja Gjin Aleks.
Dhe kjo lagje vazhdoi të quhej kështu edhe në periudhën osmane. Pas 1419-s që këtu filloi epoka osmane. Pasi kryesisht Perandoria Osmane nuk ka ndryshuar shumë toponime. Asgjë. Për shekuj me radhë toponimet dhe bullgare dhe slave. Në periudhën osmane çdo gjë u shënua ashtu siç e fliste populli. Kur u ndërtua kjo xhami? Cila është historia e ndërtimit të kësaj? Kjo xhami është përmendur nga kronikani osman Eulia Çelebiu në 1670 të ndërtuar. Kur Eulia Çelebiu përshkroi Delvinën se çfarë ishte, përmend në lagjen Gjin Aleks të Delvinës një xhami dhe një medrese. Pra këtu afër pranë kësaj ka Po pasur pranë kësaj ka pas një medrese, një godinë që shërbente për medrese, për mësuar fëmijët. Xhamia u ndërtua nga Banuz Beu, i cili ishte zotëruesi i këtij vendi pasi osmanët e morën në zotërim këtë. Gjin Aleksi me tërë ata ushtarët e tij që u thyen, ushtronin këtu pushtetin e venedikasve. U larguan për në Venedik, bashkë me venedikasit. Dhe këtu e mori në zotërim Abanuz Beu, që në fakt mbiemrin e kishte Rusi dhe të cilën e vënë dhe më pas Rusani. Pra nuk ka kuptim të quhet xhamia e Gjin Aleksit, sepse në kohën që është ndërtuar kjo xhami, edhe sot ne themi Gjin Aleksi është larguar. Edhe sot ne themi xhamia e Vllahatit, xhamia e Rusanit. Gjin Aleksi kishte ikur me kohë, por lagja vazhdon të quhej ende Gjin Aleks. Edhe Eulia Çelebiu kur e përshkruan xhamia në lagjen Gjin Aleks. Deri në atë kohë emërtimi i lagjes nuk ishte ndryshuar akoma. Ishte Gjin Aleks. Dhe ky emërtim ndryshoi gradualisht, duke qenë që njerëzit nuk thoshin më do vemi te Gjin Aleksi, po thoshin se do vemi tek Rusanët. Te Rusanët, edhe pastaj ngeli fshatit ju bë Rusan. Kjo është xhamia e Rusanit. Kjo është xhamia e Abanuz Beut. Përse E ndërtuar para 1670-s. Përse e ndërtoi kaq të madhe? Duket një investim i sipërmarrje e jashtëzakonshme. Për atë kohë nuk ishte e madhe. Gjithmonë ndërtuesit kanë ndërtuar me perspektivën. Edhe pasi popullsia të shtohej, ata shtonin këto hajatet nga jashtë, që do të thotë se pasi është ndërtuar xhamia dhe pastaj është ndërtuar dhe hajati jashtëm, është shtuar popullsia, nuk kanë patur vend ku të faleshin besimtarët, është shtuar dhe xhamia me hajatet e jashtme. Domethënë se ka patur besimtarë shumë. Nuk është se kanë bërë. Pra çdo xhami ishte edhe një vizion për të ardhmen. Edhe një vizion për të ardhmen, po këtu është bërë dhe një shtesë. Se ky hajat është bërë disa vite më pas, pasi popullsia u shtua, edhe u shtuan dhe edhe hapësira që për të falur njerëzit. Mënyra stilit të ndërtimit është e stilit osman të vjetër, përpara se të vinte stili Sinanit. Ndërkohë, objektet e vogla që janë përreth saj, çfarë funksioni kanë patur? Janë të veçanta. Nuk i kemi parë në asnjë xhami tjetër. Në traditën e Delvinës, jo vetëm te kjo xhami, po dhe në xhami të tjera, ka disa ndërtime të tilla rrotull xhamive dhe disa janë më të mëdha. Po të shikojmë në lagjen Gjermhall, do shikojmë disa kupola më të mëdha, kanë qenë vare familjare. Ai që e ndërtoi gëzonte të drejtën që në atë truall që dhuroi dhe që ndërtoi, të varrosej me gjithë familjen e tij dhe bënin një tyrbe ku do varroseshin të gjithë familjarët. Kështu dhe imamët e tjerë që kanë qenë të nderuar ose familjet e mëdha që kanë qenë këtu kokajt apo familjet të tjera që kanë qenë bejlere të mëdha, gëzonin të drejtën të bënin një varr familjar. Në dokumentat osmane, Abanuz Beu, përveç ndërtimit të xhamive, la dhe një tokë vakf. Kjo ka qenë një në të tëra xhamitë e Delvinës. Për çdo xhami në dokumentat osmane përmendet edhe një pjesë toke, që me të ardhurat e saj do mirëmbahej xhamia dhe do paguaj imami. Këtu përmendet xhamia e Banuz Beut me një territor toke, që do nxirrte të ardhurat për xhamin, me kur ai ndërtoi dhe atë burimin që është aty krojnë, që tani ka humbur ujë, ka dalë më poshtë, po atëherë e tregojnë në dokumentat osmane shkruhet që me ujin si lum. Ka pasur shumë ujë. Pra ishte jo vetëm për të marrë abdes, po edhe për të për të gjithë do shkonin dhe do merrnin ujë atje. Gjithë fshati aty merrte ujë më përpara. Sot janë thurur shumë, jo ka qenë kish, jo ka dhe teqe atje, këto nuk janë teqe. Këto janë vare të atyre që investuan, që ndërtuan xhamin dhe që e mirëmbajtën më pas. Ju lejohej në shenjë respekti për të bërë këto varet familjare. Ka një dallim thelbësor midis të qenit kish dhe xhami. Të gjitha kishat janë të drejtuara në lindjen e diellit.
sepse të gjitha kishat u bërën në faltoret pagane që adhuronin diellin. Dhe Konstantini nuk ka ndryshoi dhe të gjithë të krishterët më pas nuk e ndryshuan këtë drejtim. Në vend që ata të ktheheshin nga Jeruzalemi, ata u kthyen nga lindja e diellit siç e kishin dhe adhuruesit e diellit. Për shkak se ato objekte që i kishin ata në tempujt pagan, i bërën kisha dhe nuk i ndryshuan atë drejtim. Ndërsa asnjë xhami nuk është ndërtuar përveç se në kible. Dhe kjo është një kënd afërsisht 45 gradë midis kiblës dhe lindjes së diellit. Këtu nuk ka, pasi janë bërë shumë gërmime, që janë bërë restaurime edhe në kohën e monizmit, edhe në kohën e sotme, nuk ka themele të tjera në vete përveç themeleve të xhamisë. Pra, për të përmendur, për të saksuar disa korrigjime. Pra, kjo nuk është xhamia e Gjinaleksit, por xhamia e Rusanit. Xhamia e Abanus Beut. Abanus Beut. Sepse e meriton ai që i vestoi dhe që mendoi për besimtarët, e meriton që ta përmendet emri i tij gjithkohon. Ndërkohë, nuk është një xhami e ndërtuar në themelet e një kishe, pasi nuk ka asnjë të dhënë historike dhe shkencore se këtu ka patur asnjë shenjë kishe, asnjë shenjë. Dhe gjithashtu, kjo ka qenë dhe objekti më i rëndësishëm kryesor i gjithë zonës. Kjo xhami hariti të mbijetonte vetëm nga një gënjeshtër pa zarari, themin e pa dëm. Njëri nga besimtarët që ishte këtu nga një fis, nga Vajajt, që kanë qenë hoxhallar në këtë xhami, babai i tij kishte qenë hoxh këtu dhe gjyshi e tij. Dhe mirë po ai me që kishte një farë përkrahje me komunistët në atë kohë, dhe ai tha një gënjeshtër pa zarar, tha, të mos e prishim këtë xhami, tha. Zoti e mëshiroft Tahir Vajën, tha, të mos e prishim këtë xhami, tha, se në këtë xhami ka bërë beslidhje Skënderbeu me popullin e zonës. Fakti është që Skënderbeu s'ka shkelur kurrë në Delvin. Prej kësaj, kjo xhami vazhdoi të ketë jetë edhe gjatë sistemit komunist. Bile edhe në kohën që Skënderbeu ishte në kulmin e pushtetit, Delvina ishte me Osmanët. Për shkak të kësaj gënjeshtre të bardhë, po i themi në kështu. Mbeti kjo godi nuk u shëm. Në situatë të lufte, njeriu përdor gjitha mekanizmat për të mbijetuar. Kjo pastaj ishte dhe xhamia e parë. E vetmja xhami që mbeti dhe këtu rifilloi përsëri veprimtarit fetare, sepse nuk ishte ngel më asnjë xhami tjetër në Delvin në këmbë. Vetëm kjo kishte mbetur, që kishte një çatim mbi vete. Pra kur ras sistemi komunist, besimtarët u mblodhen në këtë xhami. Në këtë xhami. Ky ishte objekti i parë. U mblodhen në këtë xhami, të gjithë, derisa u rregulluan xhamit e tjera në lagjet e tjera. Këtu jemi në Vllahat. Kjo është lagja e parë themeluese e Delvinës. Ka qenë dhe nga lagjet e para që pranuan fen islame, sepse duke qenë njerëz që dinin më shumë gjuhë dhe ishin të shkolluar, edhe në perandorin romake, edhe në perandorin bizantine. Dhe thot Allahu në Kur'an që të diturit janë më pranë Allahut. Dhe ata që ishin të shkolluar, ishin të parët që u bërën musliman. Dhe një pjesë e vllehëve që qenë këtu u bërën musliman të parët në qytetin e Delvinës. Nga Vëndalit. Quhet dërdysh edhe fshati hoxhallarëve, ka pasur 3 xhami. Në atë kodrën aty ka qenë xhamia e Mustafa Pashës, po e ka bërë që kur ishte bej. Bërë një xhami aty, sepse edhe ai ishte, nga ky vend Mustafa Pasha ishte vjehri Ali Pash Tepelenës. Në lagjen e sipërme që duhet, ishte xhamia e Haxhi Ali Efendiut. Dhe një xhami tjetër ka qenë xhamia e Beqir Efendiut. Të treja këto xhami janë përmendur në kronikat e Ulia Çelebiut. Për çdo xhami lihej diçka, një tokë vakëf. Aty me xhamin që ishte lart, një tokë poshtë, komplet quhet vakëf ajo. Ajo ishte tokë e lënë që i shërbente asaj xhamie. Të ardhurat e asaj toke i shërben asaj xhamie. Këtu ka qenë një vakëf i madh, që këtu ku kemi bërë në xhamin, që këtu ka qenë vakëf, deri aty lart kushtaj dhe u gërmuar dhe gjitha pjesa tjetër atje quhet me çit në dokumenta. Nga të tre këto xhami u shëmbën në valën e masakrës së 67-s, masakrën antifetare, u shëmbën vetëm se ju duhej guri për ndërtuar ca godina të tjera. Tani duket sikur gurët këtu nuk kanë qenë vetëm për ndërtuar shtëpi dhe objekte dhe kaldrëme, po duket se kanë patur dhe funksione tjera. Ne jemi në një prej gurëve që ka patur një funksion të veçantë. Kjo është gurë mokre, në të cilat bëhej edhe mulliri me erë këtu, por në të njëjtën kohë me të tilla gurë bëhej edhe luturvia për të nxjerrë vajin. Domethënë se këtu ka qenë një vend. Pra përpunimi i ullirit për nxjerrë vaj ulliri. Po, shtypeshin me një gurë tjetër që i vinte mbi vete, shtypeshin ullit dhe pastaj nxirrej vaj dhe pastaj shtypeshin në lostra me peshë. Domethënë, këtu në këto gërgjet e egra që duken sot, ka qenë një vend me jetë. Ka patur jetë, ka patur jetë dhe zhvillim. Sepse kjo standard madje. Për atë kohë kjo quhet industri, e kupton? Edhe për sot,
Shumica që i kanë ato mokra në shtëpi e nxjerrin vajin, edhe nxjerrin vajin me cilësinë më të mirë të mundshme. Pra për fat të keq një gur i lënë hares, i hedhur, ndoshta, po që është një dëshmi e një kujtese të një trashëgimie të madhe historike të kësaj zone. Po, flet shumë. Kjo që ndodhemi këtu, në fakt, është xhamia më e vjetër në Delvin. Dhe mund të themi edhe nga më të vjetrat në Shqipëri. Aty ka qenë minaria? Ajo ka qenë minaria. Është rrëzuar koremonizm. Por pjesa tjetër ngeli si monument kulture për shkak të lashtësisë së saj, që në 1419, kur Sultan Mehmet I parë e mori në sundim Delvinën nga Venedikasit, e zotëronin Venedikasit më para, nuk u mori shqiptarëve, u mori Venedikasve, nga shliroj nga Venedikasit. Dhe në këtë kalat të vogël, u vendos një garnizon me ushtar, dhe për të falur ushtarët dhe ata që ishin musliman nga populli, u bëj një faltore këtu, që faleshin namazi ushtarët dhe ata besimtarët që Pra fillimisht ka shërbyer për garnizonin ushtarak. Garnizonin ushtarak, po dhe për besimtarët që ishin në qytet. Në kohën kur u bë si musal vend faljeje për ushtarët dhe për besimtarët, quhej Xhamia Rushdie. Dhe ishte I shkruar ajeti Rabbena atina min ladunka rahmatan wa hayl lana min amrina rashada. Rushdie dhe rashada do të thënë urtësi. Pra xhamia e urtësisë. Xhamia e urtësisë. Xhamia e pjekurisë së mendimit për besimin në Zot. Xhamia e urtësisë për t'i udhëzuar të gjithë ata njerëz në këtë qytet që në atë kohë nuk ishin musliman. Dhe prej kësaj xhamie të urtësisë u shtuan aq besimtar sa që Sultan Bayazid I parë Veliu, I dashuri I Allahut, që ishte edhe besimtar, sunit I devotshëm, bëri atë xhamin më poshtë që do ta shohim më pas. Dhe kjo ka qenë e madhe me sa duket. Pra janë kjo ka qenë goxha e madhe. Patjetër. Mihrabi duket I madh. Jo, ky është një ndërtim I më vonshëm. Jo I asaj kur ishte Rushdie. Po. Më pas në 1520-ën, një nga pashallarët vendas Delvinjot, që u bë dhe kryeministër në Perandorinë Osmane, Ilyas Pasha, ishte I pari që e bëri Delvinën sanxhak. Në këtë moment bëhet Delvina sanxhak. Po, në moment ai e bëri që ishte Delvinjot. Një lloj kryeqyteti nëse mund të themi. Patjetër, ai e bëri qendër për gjithë zonën. Deri çfarë viti ka funksionuar dhe çfarë viti ka shërbyer? Kjo ka shërbyer për sa kohë që ishte dhe garnizoni këtu. Pastaj më pas nuk kishte më garnizon, kalaja filloi po rënohej. Njerëzit nuk vinin më këtu sepse ishte xhamia më poshtë, ishin 2 xhami më poshtë, dhe I mush ato xhami. Dhe qendra e qytetit u zhvendos. Nga këtu u zhvendos te qendra tjetër, që në 1800-ën këto xhami filluan e humbën frekuentimin dhe rëndësinë e tyre, sepse qendra e re e Delvinës u zhvendos aty ku është sot. Dhe aty u ndërtuan xhamit e reja, u ndërtuan disa xhami. Kur themi xhamit e reja, nuk kuptojmë xhamit e reja për atë periudhë, për atë periudhë. Po themi për vitet 1800. Xhamin që sot aty ishte afër pazarit, e ka ndërtuar një xhami ndërtoi si Javush Pasha, që ishte në fakt nga Paramithia. Pasi që të gjithë bejlerët edhe ata pashallarët e Delvinës u mashtruan dhe u shpurën në manastir dhe u vravën 500 veta që ishin për krahës të Ali Pashës, edhe s'kishte më bejlerë të vendit, atëherë ata prurën një nga Paramithia, si Javush Pasha, dhe ai ishte besimtar, ndërtoi xhamin që sot është ndërtuar xhamia tjetër në qendër të pazarit, në qendër Delvinës, dhe një tjetër vendali, Haxhi Aliu, quhej dhe ai, ka ndërtuar një tjetër nga ana tjetër e tregu, se u bë treg I madh pastaj në atë zonë. Ndërkohë dhe xhamia e Sultan Bajazitit, Sultan Bayaziti ishte shumë më e gjerë se kjo, shumë më e madhe, dhe personte kushtet sultanore. Patjetër sultanore, ishte me një kupol, plumbi si të tëra xhamit, me prestigj që ndërtoi Sultan Bayazidi dhe që ndërtonin përgjithësi sultanët. Dhe më vonë ajo u kthye edhe në kompleks, mos gaboj, pra u bë me disa shërbime. U mbajt edhe në kohën e komunizmit si monument kulture, por u rënua, u prish kupola, u hoq plumbi, u hoqën tëra. Ka ngel vetëm 4 mure kështu ja si punë e kësaj. Ato edhe pse janë 4 mure janë shumë të hijshme. Ti shoj afër, ti shoj. Po inshallah. Në zonën e Delvinës kemi 2 nga qendrat më të rëndësishme që ka qenë kompleksi I Xhermhallës, ka qenë unike, ndër më të vjetrat në Delvin, por dhe ndër më të vjetrat në Shqipëri. Është unike për vetë faktin sepse përveç se ka qenë madhështore, ka qenë dhe tepër e veçantë që nuk e gjejmë në vend tjetër. Ka qenë një kompleks shumë unikal dhe shumë I përgjithshëm dhe qendër e rëndësishme e dijes se duhet të themi që Delvina ka qenë
Sanxhak nga shekulli 16 deri në shekullin 18, më pas qendra kaloi në Gjirokastër dhe për rëndësinë që kishte objektet e kultit këtu, trashëgimia islame, shfaqjet pikërisht në këtë periudhë. Jemi në atë që quhet kompleksi i Gjermahallës, apo pra nuk ka qenë thjesht një xhami, por ka qenë një kompleks shërbimesh. Ju na thot më herët se kjo ka qenë xhamia, po themi ndoshta më madhështore këtu, me kupol, xhami sultanore, xhamia e Sultan Bayazidit. Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga xhamia e Sultan Bayazidit të dytë, që populli e quajti Wali, domethënë i dashuri i Allahut. Ka qenë një arkitektur kryevepër në Delvin, dhe me të gjitha ato saltanetet që i takonin një xhamie sultanore. Edhe ka qenë me një kupol plumbi, si të tëra xhamitë e tjera në Berat dhe në vende të tjera që i ka ndërtuar sultanët në atë kohë. Ka qenë me arkitekturën e vjetër osmane, përpara arkitekturës së Sinanit, përpara se Sinani të nxirrte stilin e tij të ndërtimeve. Çfarë viti daton kjo si xhami? Kjo në regjistrat osman është shënuar e ndërtuar në 1590, jo 1490 deri në 1500. Domethënë periudhë që ka qenë dhe koha e sundimit të Bayazidit të dytë. Për 10 vjet ka vazhduar ndërtimi i saj, është ndërtuar me merak, nuk është ndërtuar me vrap shkeleshko. Të bësh një objekt për 10 vjet punë në atë kohë dhe mendoj që ka dhënë parat për ndërtimin e saj i ka dhënë Sultan Bayazidit gjitha nga të tijat. Sot ato pak që dalin atje kolona tregojnë që vinte kulmi që mbante kupolën, sepse është rrotull, është më shumë se 10 metra distancë. Dhe ka qenë një kupol madhështore. Ndonjëherë është bërë dhe deformime. Janë prurë këto këtu, që këto në fakt janë nga shtyllat e Hajatit atje jashtë. Ka një shtyllat e Hajatit jashtë, pra, po, siç ishin te xhamia e Banus Beut, që kishte ca këmbar të tillë. Edhe këto ishin këmbarët e Hajatit të jashtëm. Nuk ishin pjesë e xhamisë brenda. Xhamia ishte me kupol tepër tej, kishte mafilin, vendin e grave. Në këtë pjesën këtu dhe dallohet vendi mafilit, po të shikosh te muret, janë disa kypa të vendosur në të gjithë muret për të shuar oshëtimën e zërit, që ta nxirrte zërin e predikuesit sa më të pastër. Pra ka qenë për kurimin akustik të xhamisë. Të zërit, pasi këtu vazhdimisht ka patur ligjërim. Patjetër që ka patur ligjërim dhe duke qenë dhe me kupol, krijoni një oshëtim shumë të madhe. Edhe në faqet e murit kanë qenë ato qypat, edhe te kupola kanë qenë ato qypat. Dhe ajo e imposhte jehonën, nuk lënda jehon, që të mbyste zërin. Pra ka qenë ndërtuar nga mjeshtra shumë të kuruar, nuk ka qenë kështu. Pra ka patur mjeshtri guri, ka patur mjeshtri druri, ka patur dhe mjeshtra akustike. Të akustikës. Edhe mihrabi duket i veçantë, duket i dekoruar nga ajo çka ka mbetur prej mihrabit, duket që gjithçka ka qenë e punuar me shumë kujdes. Me shumë kujdes. Normale, sepse ato kanë qenë shkallët e minares, me sa kuptohet. Ato kanë qenë shkallët e minares. Çka nuk kupton që dhe minarja ka qenë me shumë elegancë dhe shumë e madhe. Shumë elegancë, shumë e lartë dhe përmendet për minaren me gur të bardhë të gdhendur. Edhe kjo, edhe xhamia në anën tjetër andej Ahmet Beut, përmenden si me minare të larta, shumë të larta, sepse ajo xhamia që ka qenë në Kala, që thamë xhamia Rushdia ose xhamia Ajaz Pashës, nuk ka pasur minare të lartë. Për vetë pozicionin e vendit që ishte në lartësi në Kala, ka qenë një minare vetë. Ka qenë një minare e shkurtër, tipike osmane. Tipike osmane të vjetër. Ka qenë me një minare të shkurtër. Kurse të dyja këto, me që kanë qenë në grop, kanë qenë në vend të ulët, kanë pasur minare shumë të larta. Dhe ajo dhe kjo, dhe përmendeshin me minare të gurit të bardhë të gdhendur të lartë. Të treja këto xhami janë përmendur nga në Sejat Name të Eulia Çelebiut, janë përmendur 3 xhami të Gjermahallës, 3 xhami të Vllahatit dhe 1 xhami e lagjes Gjinaleks. Të 7 këto xhami ka qenë ndërtuar para 1670-s që kaloi Eulia Çelebiu këtu dhe në secilën nga këto lagje, këtu tek xhamia Ahmet Beut në ajo ka qenë një medrese, në xhamin pranë xhamisë Haxhi Ali Efendiut në Vllahat ka qenë një medrese e vogël aty dhe
tek xhamia Banus Beut ka qenë një medrese. Kjo tregon Për një nivel të lartë një arsimor. shkallë të lartë arsimor në Delvin. 3 lagje, 7 xhami dhe 3 shkolla të mesme. Sepse nuk kanë qenë shkolla fillestare, kanë qenë medrese. Pra ato përgatisin dhe hoxhallar, por dhe kuadra, po themi, drejtues. Po nga ato medrese dolën të gjitha ata pashallar më pas, të gjitha ata bejler, të gjitha ata titullar, të gjitha ata njerëz të shkolluar hoxhallar, të gjitha dolën nga këto shkolla. Atje mësoheshin në 3 medreset, në kohën osmane mësoheshin 3 gjuhë. Mësohej osmanishtja si gjuhë e shtetit, mësohej arabishtja si gjuhë e fesë islame, mësohej dhe persishtja si gjuhë e artit. Pra ishin gjuhët e perandorisë një farë. Gjuhët e perandorisë. Me këto 3 gjuhë ti komunikoje me të gjithë perandorin, kudo që të veje, kudo që të veje. Pra jemi në brëndësi të këtij objekti që ushtua, po themi, xhamis, që e ka ndërtuar Ali Pash Teperin aty, po jo? Këto, xhamin e ka ndërtuar Bayazidi II. Ndërsa këto konakët këtu i ka ndërtuar Ali Pash Tepelena për pritjen e mystafirëve. Dhe me sa shikojmë, ka qenë objekte të kuruara. Ka qenë me dysheme. Dallohet vendi ku qëndron dyshemeja. Me oxhak, me banjë të brendshme, me depozitën e ujit për t'u larë, me një dhomë pritje e sallë shumë të mirë, shumë të gjerë, të bollshme për të qëndruar. Pra, tregon një standard të lartë. Një standard të lartë, aristokrat. Po edhe një respekt të veçantë për mysafirët. Patjetër. Edhe veçanërisht mysafirët e shtëpisë së Zotit, pra xhamis. Patjetër. Një standard shumë i lartë. Edhe duket dhe forma e ndërtimit, gdhëndja e gurve, qoshet të tëra, shkallët i zbret, portat me qemer, me harqe, është një punim shumë i sofistikuar, shumë i mirë. Edhe një kujdesje shumë e madhe përderisa e kishte ujin brenda, banjën brenda, që në atë kohë ishin të ralla këtu. Ishin me oxhak për të ngrohur, me kushte shumë të mira për të pritur mystafirët. Ndërkohë, më thatë që kjo ka qenë shtëpia e Hoxhës. Ajo ka qenë, jo shtëpi, jo se kishte hoxhallar që kishin shtëpitë e tyre këtu në Delvin, por një nga ata hoxhët që ata të parët që erdhen, që u vendosin që bërën xhamin, i ndërtuan një shtëpi për të qëndruar këtu. Ju përmendët që edhe 2 fermanët që kanë ardhur direkt e apostafat në sultanin, kanë qenë në ruajtjen dhe kujdesin e të krishterëve në këtë rast. Sultani nuk ishte sultan vetëm për muslimanët. Sultani ishte sultan dhe për të krishterët. Ishte i drejtë dhe çështja që një pjesë e madhe e popullsisë u bërën musliman, ishte drejtësia me të cilën trajtoheshin. Na tregoni pak historinë e 2 fermanëve. Përmenden në dokumentat osmane, 2 fermane kanë ardhur vetëm për Delvin. Njëra prej tyre ka ardhur pasi që ra zjarri në manastirin e Delvinës, që sot i thonë manastiri Kamenës, dhe pati dyshime midis komuniteteve se jo po kush na i dogji, kush na i bëri, siç ka gjithmonë dyshimet në njerëz. Dhe sultani për të ndarë këtë çështje dhe për të mos lejuar përplasje midis besimeve fetare, pagoi nga paratë e tij dhe e rindërtoi manastirin nga e para. Dhe sot ajo është një godin goxha e kuruar dhe nuk u prish nga monizmi. Është akoma me atë paratë dhe ndërtimin që dha sultani në atë kohë. Dhe fermani tjetër ka ardhur kur titullarët e kishës së Delvinës ju ankuan sultanit, sepse një nga gallarët delvinjot i zaptoi një tokë që ishte e kishës. Dhe sultani dërgoi ferman urgjentisht t'i kthehet toka kishës. Për të vendosur drejtësinë në këtë. Patjetër, ajo drejtësi ishte parimi kryesor me cilën ekzistoi një shtet. Në atë që sot quhet kompleks i Xhermallës, futet edhe një pjesë që ka qenë nga xhamia tjetër, nga xhamia që ishte në krahun tjetër të Projit, në krahun tjetër të Lumit, ishte xhamia Ahmet Beut, në të cilën u ndërtua edhe një medrese e vogël. Pra aty ka qenë medreseja? Po, në atë krah ka qenë medreseja. Aty ku është dhe hamamit tani? Në atë pjesë ka qenë dhe hamami, banjat publike, banja që veni laheshin tër qyteti. Këto bëni dush. Kanë qenë me ngrohje, sauna publike, pa pagesë, veni të tërë laheshin udhëtarët, qytetarët, gjithë
kush do të vente. Në atë përdorej edhe për stilin artistik që ka patur xhamia, ka patur dhe një në Turqi do çeshme, po në Shatërvan. Domethënë një çezëm me shumë dalje ujë që ka qenë tipike për të gjitha qytetet osmane. Ku njerëzit shkonin merrin abdes, aty te obori, në një obor të hapur, shkonin merrin abdes aty dhe pastaj shkonin në xhami për të falur. Përmendet për atë Shatërvanin e bukur që kisha ajo në dokumentat osmane. Pra, duke sikur Delvina fle mbi trashëgimi të madhe osmane, islame, autoktone dhe mbi Xhevahir që duhet t'ju hiqet ai, po themi, ndryshku, ai pluhuri për ta rikthyer edhe një atë shkëlqim të madh. Që të kthehet ai shkëlqim i madh, duhet të rindërtohen prapë nga e para, të çohen si sfinksi nga hiri. Duket e vështirë, po le të shpresojmë që nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur, sepse thamë që u restaurua xhamia Banuz Beut. Dhe kjo xhami mund të restaurohet shumë bukur. Nuk e di nëse do t'ia kthejnë dot atë shkëlqim që ka patur në ndërtimin e saj osmane, kupton? Nuk e di nëse do t'ia bëjnë më xhamin prej plumbi, po ja e bërën të Beratit, e restauruan të qendrës. Edhe këto çdo gjë është e mundur. Duhet vetëm dëshirë. Duhet një vizion si i atyre belerëve të dikurshëm që menduan për vendin. Edhe nga muslimanët që kanë mundësi ekonomike, po dhe nga shteti. Sepse kemi një institut të monumentet të kulturës. Nëse rekonstruktoheshin të tëra këto, nëse rekonstruktohej, hajde kishës, ja ka prishur vendin, është bërë kisha e re. Po ai manastiri që ka ngelur, dhe këto 13 xhami sunite, dhe ajo xhami Halvetia, atëherë Delvina do ishte një qytet turistik. Mos të zëm pastaj nga ana e plotësimit të kushteve për besimtarë, më thash, po një qytet turistik do ishte patjetër. Pra do sillte dhe të ardhur për vendin, do sillte edhe zhvillim. Për qytetarët po do sillte edhe krenari për gjithë atë të shkuar, gjithë atë histori. Do sillte edhe një këndvështrim se kush kemi qenë. Kush kemi qenë? Sepse u shkatruan vajtë në zero. Po kush kemi qenë në fakt? Në fakt kemi qenë ata që u shkolluan, ata që ndërtuan, ata që sunduan. Hoxhun, të falenderoj shumë për këtë shpjegim, të përgëzoj për këtë pasion që keni mbi historinë, mbi trashëgimin kulturore, mbi trashëgimin historike dhe islame të këtij vendi dhe shpresojmë që të rikthehet kjo krenari. Amin. Zoti e mundsoftë dhe Zoti u udhëzoft të gjithë njerëzit.